Nga ushtria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Republika e Kosovës është përzgjedhur të jetë shteti ku SBA-t e vendosin komandën e divizionit të saj prej ku do të udhëhiqen të gjitha operacionet që do zhvillohen në regionin e Ballkanit. Nga ministri ynë i mbrojtjes dhe përfaqësuesit e Departamentit të Mbrojtjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës do të nënshkruhet marrëveshja Korniz për bashkëpunim në mbrojtje që përfshin periudhën 2025-2030. Republika e Kosovës edhe këtë vit, nga data 26 maj deri me 7 qershor, do të jetë vend nikoqir i ushtrimit më të madh ushtarak amerikan në Evropë, që planifikohet dhe organizohet nga ushtria e Shtetit të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë, i quajtur Defender Europe 25. Për herë të parë në historinë e saj, Kosova dhe institucionet e saj pritën një ushtrim ushtarak ndërkombëtar në territorin e saj në muajt maj dhe qershor të vitit 2021, kur ne përsa kishim marrë mandatin, e kjo është hera e tretë që ky ushtrim po realizohet edhe në Republikën tonë. Mbi 1000 ushtarak të Forcës Sigurisë Kosovës do të jenë të angazhuar në këtë ushtrim brenda Kosovës dhe jashtë saj, më saktësisht në Shqipëri, Kroaci dhe në Maqedoninë e Veriut. Këtë radhë, nga ushtria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Republika e Kosovës është përzgjedhur të jetë shteti ku SBA-t e vendosin komandën e divizionit të saj prej ku do të udhëhiqen të gjitha operacionet që do zhvillohen në regionin e Ballkanit. Me 13 qershor në Washington DC, në Departamentin e Mbrojtjes, nga ministri ynë i mbrojtjes dhe përfaqësuesit e Departamentit të Mbrojtjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, do të nënshkruhet marrëveshja Korniz për bashkëpunim në mbrojtje që përfshin periudhën 2025-2030. Kjo marrëveshje ndërqeveritare e fushës së mbrojtjes përfshin shumë aspekte të bashkëpunimit, nga ushtrimet dhe trajnimet të bashkëzbarkimet ndërkombëtare dhe nga ndërtimi i kapaciteteve ushtarake deri te bashkëinvestimet në industrinë e mbrojtjes.